Spanit është shumë me rëndësi, kryesisht për familjarët e të vdekurit, sepse në qatë pane bëhet hajri madh. Ata qindra veta që vinë, për dyku dhe mira veta, lutën për të vdekurin. E lutja doja vllaut për vlla dhe vllaut për motër, e motrës për motër nuk thehet mrapa. Me fe në ka të caktuar sa me prit panin. Kjo i lihet njerëzve. Nëse njerëzit mirën veshë, vetë dhe mjaftojnë dhe nuk hatrohen, që ditën e varrimit, qatë ditë, varrimit panit kryhet krejt, në rregull, jo na për me të letu, se se ka marrë madhe neve martë të ti me nejt atje, ose nuk është që kim kohë tepër me hup kohë të vim të ti. Por me të letu ty, na do të marrë varrim, dhe vim edhe të nesër me në të shohë, ose pas nesër. Për ndryshe nëse ti nuk qëtë ka rikë, respektivisht nuk qëllë panë, ne vesh në letën. Jo e vesh në letën neve, njëra të rritë. Me rëndësi më mirë kuptu. Të panit, për mendimin tim, është shumë me rëndësi. Minimumi 3 ditë. E që shumë e 3 ditë janë pak. Minimumi 3 ditë. Të panit është shumë me rëndësi. Kryesisht për familjarët e të vdekurit. Por është me rëndësi edhe për familjen e gjerë. Por është me rëndësi edhe për krejt shoqërinë e miqësinë. Sepse në qatë pane bëhet hajri madh. Lutet për të vdekurin. Ata qindra veta që vinë, për dyku dhe mira veta, lutën për të vdekurin. Një pjesë e madhe ty në lutën me zemër. E lutja doja vllaut për vlla dhe vllaut për motër, e motrës për motër nuk thehet mrapa. Dhe kjo nga ana psikologjike edhe ja lehtëson familjarët të vdekurit kur gjithanjëherë lutet për te. E dyta, të pamurit, vizitat e të pamurit apo pamja shumë ja lehtëson mërzinë familjarëve, shumë. E hekni një sasi të madhe të mërzisë. E përballon ma lehtë këtë musibet. Ma lehtë e përballon. E treta, njerëzit po shihen të paune. Përpara jenë pa edhe ndarësëm, tash nuk shihen ndarësëm. Ndarësëmat X s'ka darësëm të hajrit. Ka darësëm të këngëtarëve, të lakuritësisë, e të faqev të zeza, për jo të faqev të bardha, ku më lidhen burrat, e gratë më lidhen veç, e burrat më lidhen not, e mohabeti, e neja, e hajgarja, e kënaqen burrat ka 2-3 ditë që kanë në për darsma në të kaluarën. 2-3 ditë. Janë kënaqë burrat darsma. E për gramës lasëm. Sot ka humbaja. Këna ka me të vdekja. Kështu që në vdekje po takohen njerëzit. Për ripërtrin, jaranin, miqësin, lidhen parafisnore. Po i zbusin shumë herë edhe atë ftohen që ke pas me dikend. Qoftë nga ana shoqërise, qoftë nga ana e akrabase, ftofje, kur po vjen në vdekje, po kupton që ai nuk është kput për teje, e që ftof, dhe për ripërtrin, lidhjen, miqësin, jaranin, me të serish.
e pëngohen fjalë të mira aty. Për ta të panë është mirë me qenë edhe hoxha në kohë të gjatë, dhe me shfrytëzu të panën, e me i këshillu njerëzit, e me i mësu njerëzit, me ja kujtu njerëzve se de ka hak, dhe se në këtë dënja njerëzit nuk kanë ardhur për të jetuar për gjithmonë, por kanë ardhur për të përgatitur, për të punuar për varr dhe çka ka mas varri. Dhe se kjo dënja është barazi me zerra, dhe se toka i hanë të gjithë, të pasur, të varfër, mret e shërptor, gra e burra, të golltit toka, të përbin, dhe të fut në gjirin e saj, dhe të shëndrën hi dhe plohër, e fillimisht të shqim të insekteve të krymbave tjere. Që ky jetë edhe onë. Kështu që hajri madh bëhet në pane. Nuk është në rregull me ndërpret pamëre. Por, pe përsërisë njëherën për fund, nuk kem të caktuar shariatikisht, jetë i hinën gjëna që la 3 dit, jetë i hinën gjëna që la 1 dit, jetë i hinën gjëna që la 4 dit. E jo.